Ja thotë. Ora Armagedoni o vlla, lufta Armagedoni. Në luftën në fushën e Megidos, në Izrael, në Jeruzalem. Në Jeruzalem një çik më lart. Pa. Në Megido, në Velle o Megido. Në Velle o Megido bëhet lufta e fundit botërore. Do vinë gjithë ushtrit e botës kundër Izraelit, Amerikës dhe Shqipërisë. Kundër Izraelit, Amerikës dhe Shqipërisë. Po, ne të tre do jemi. NATO, Shqipëria. Kush do e fitoj luftën e Megiddos? Fiton Zoti, Jezu Krishti. E nuk bëhet luftë fare, fiton me shpatën e gojës, me fjalë. Me fjalë fiton. I fry me fjalë, e bëhet flak. Po ti do bëhet qameti. Po vrite pra gjithë ushtritë e Antantës, ushtritë e Këshia. Edhe do shpëtojnë vetëm shqiptarët, amerikanët edhe izraelitët. Po. Edhe do sundojnë botën. Po pra. Po ne që kemi privilegjumit e Krishtit shqiptar. Po se diti? Çi? Po se diti Romakët 1519 thot nga Jeruzalemi thot Shëmpali deri në Ilirikum, deri në Ilirikum ku predikohen fjalën e mirë. Me wonders, me mighty signs, me çuditëra edhe me shenja shërimi. Po. Thot Shëmpali te Romakët 1519, se dhjata e re, te Bibla. Shëmpali e la Krishtin. Ja se la Krishtin Shëmpali, u kryzu në Romë vlla. U kryzu Shëmpali. Po mamon aty e lan. Ja, nuk e la. Shëmpali, Shëmpjetri, të dy, Shëmpjetri u kryzu me kokën poshtë, Shëmpali u kryzu. Kur e kapën e audit ikën ata, gjithë profetët. Gjithë profetët ikën. Po u vrapun po Shëmpali si se profet me ata, nuk ka qenë dëshmitar, okular. Shëmpali ishte Sajlusi, ishte që gjujti gur kundër Stefanit. Stefani parë dëshmori martir i krishtërimit. Okej. Tash u futëm Shëmpali dha urdhë ta vrisin Stefanin. Tash çfarë do të thosh? Rrugës për Damaskus, i ra syt, e bëri me balta ai tjetër ku shkoi aty në Damask, edhe u shërun syt, e tha pas vegimin e Krishtit. Edhe aty u boi krishter, edhe shoi emrin nga Salus, domethënë nga si kishte Saul, nga Saul në Shëmpal. Shëmpal, okay.